Ju shtrëngoj në këpucët, me këto 4 truke do të gjeni shpëtim. Zgjoheni në mëngjes dhe papritur me gjithë dëshirën për ditën e re, filloni dhe vishni fustanin e përgjedhur një natë më parë, bëni grimin dhe flokët, nuk ju ngelet veç tjetër veç se të vishni këpucët e reja që sapo keni bler. Por sapo bëni disa hapa, ndjeni shtrëngime gulquese nga pas. E dime që kjo është një situatë e dhimbshme dhe nuk duhet ta provoni kurrë. Aq më tepër kur ju duhet të ecni për një kohë të gjatë. Mund të vendosni edhe një makinet, ndoshta është më shumë se një, por ekspertët tregojnë disa mënyra për të lehtësuar këpucët që ju shtrëngojnë. Lyeni këpucët tuaja një natë më parë me pudër bebe. Lyeni qafën e çizmes, sandales ose këpucës me antidjers roll-on. Lyeni këmbët me një krem hidratues ose çfarëdo lloji. Vendosni fetat holla të patateve në atletet e sapo blera në mënyrë që ato të zgjerohen dhe të jenë të përshtatshme për këmbët tuaja.